Besim Dina është nga gazetarët dhe moderatorët më të ndjekur në Kosovë. Kjo është nga arsyet sepse interesi për jetën e tij private është tejet i madh. Nëse Besimi ka intervistuar me qindra personazhe të njohur, ai shumë rrallë pranon të intervistohet vetë e të flasë për jetën e tij private. Gazetari njihet si një person privat që nuk flet shumë për lidhjet e tij, por pa kohë më parë në media u fol se Besimi kishte gjetur fatin e jetës, pasi ai u fotografua në Vjenë i përqafuar me një femër bjonde. Çifti dukeshin të lumtur në krahët e njëri tjetrit dhe shumë shpejt foto e tyre u bë virale në rrjetet sociale. Por së fundmi, gazetari ka dhënë disa detaje shumë interesante për jetën e tij, duke befasuar ndjekësit. Në një intervistë shumë të sinqertë dhe të hapur, kur u pyet për fëmijët, ai u shpreh: "Unë kam qef me pas fëmijë dhe besoj se shumë shpejt Zoti do ma sjell e më pas shtoj." Edhe ekskluzive po ju kallëzoi edhe emrin e djalit dhe të çikës. Çika do ta ketë emrin Mije, si nëna ime, ndërsa djali Plis, sepse babai im ka punuar Plisa. Këto fjalë të gazetarit prekën ndjekësit e tij duke treguar lidhjen e tij të fortë emocionale me traditat familjare. Emri Mije është një dedikim për nënën e tij, ndërsa Plis përfaqëson simbolikën e traditës shqiptare, duke qenë një kujtim për profesionin e babait të tij që punonte me Plisa. Besim Dina, i njohur për humorin e tij të hollë dhe për zemërsinë që përcjell në ekran, rrallëherë flet për jetën e tij private, por kësaj here bëri një përjashtim duke surprizuar ndjekësit.